Ka qenë një kohë kur unë kam qenë ministër i jashtëm diku mbi 7 vite e gjys, dhe sa herë shkoja në Greqi apo në Itali në atë kohë, ata kishin zgjedhje shpeshta, se kishin kriza të mëdha politike. E di që kisha për detyrë me pasë kush është ministër i jashtëm, ku ka studiu, çfarë pikpamje intelektuale ka, çfarë bindje politike ka, çfarë karriere politike ka, ku studiojnë fëmijët e tij, se në politikë të jashtme të vijnë një farë platforme me pas të bisedës, çfarë raporte ka me të tjerët. Dhe ka kështu këgjë punë voluminoze se çdo 2-3 muaj takohesha ministrat e jashtëm të Greqisë apo të Italisë, dhe se kam besu që na bëhemi një demokraci e cila nga kriza shkon në krizë, nga zgjedhjet në zgjedhje, dhe mendoj që është gjëja më e keqe që i ndodh Kosovës, dhe besoj që kurdo që mohen zgjedhje, të cilat për mua dhe për PDK-n janë të padëshirueshme, por janë të domosdoshme, besoj që kësaj herë verdikti qytetarëve do të jetë ndrysh dhe do ta bëjmë ndryshimin politik, se po shihet që një koalicion i shpresës i 2 ministrënitës i udhëhequr nga zoti Kurti dhe zoti Osmani, vetëm ka prodhu jo stabilitet dhe drama personale.